Prej një jave në qytetin e Këlqyrës po zhvillohen punime për riparimin e dëmtimeve në infrastrukturë. Inxhinieri pranë bashkisë, Josuf Ingjela, bëri të ditur se puna po vijon me intensitet, duke u fokusuar në zëvendësimin e pllakave dhe hedhjen e betonit në disa zona të caktuara. Kanë ndërhyrje si pasojë e amortizimit të pllakave për që kanë kaluar disa vite dhe me fondet e bashkisë po fillojmë dhe mirëmbajtjen e tyre në pjesë ku janë, domethënë, prishur më shumë edhe sheshet, edhe shtresat asfaltike ku ka pas ndërhyrje të punimeve të tjera. Këto janë mirëmbajtje që janë rreth për 2 vjet, po sipas kërkesës së nevojave është me shërbim, domethënë, nuk është me kontratë sipërmarrje. Punimet këtu mund të mbyllen brenda 15 ditëve, domethënë, te ky sheshi që është parashikuar të kryen këto ndërhyrje, vetëm shtresa e pllakave të dëmtuara. Sipas tij, ndërhyrjet do të kryen edhe në zonat rurale me qëllim përmirësimin e kushteve për banorët. Kemi mirëmbajtjen e rrugëve të fshatrave përreth, domethënë, shtresa me beton ku është parashikuar në projekt, pjesë të rrugëve të vështira dhe në pjesë të qytetit që nuk janë të shtruara, do shtrojmë me beton. Në çdo territor të bashkisë ku të ketë problematika, do shikojmë dhe pastaj do bën kontratat sipas marrëveshjes që është parashikuar. Këto punime pritet të lehtësojnë jetesën e komunitetit lokal dhe të përmirësojnë përvojën e vizitorëve që zgjedhin të vizitojnë këtë zonë.